pak për atë çfarë po ndos në Hag, do të marr një koment të kolegut Gens Burimi, fillimisht më pas do flasim edhe për vendimin e gjykatës kushtetuese dhe për nismën më të re të qeverisë për të bërë një ndryshim ligjor. Ato që fakt Gens e ka thënë nga të parët që okay, bie dakord me Ramën, me kresën e pezullimit, por ligji ka qenë aty pse nuk e ka ndërmarrë më parë këtë veprim. Gens, përshëndes, faleminderit që u bashkova, ju riktheva edhe një herë deklaratave tua që duket sikur janë dëgjuar nga Rama, i cili ka vendosur më saktë nisë procedurë ligjore për ndryshuar ligjin lidhur me pezullimin. Por do kalojmë atje. Gens, më parë, të lutem, do doja mirëkuptimin tënd një 4-5 minutë, sa duash ti, ndalim pak tek pretenca e Hagës. 45 vite për secilin. Nuk do të komentoj një pretencë. Ajo është vendimi apo jo? Patjetër, por nga ajo çfarë ke dëgjuar, prokurorët ka dëgjuar edhe një herë, pritet vendimi. Pretencë më kërkosh edhe shumë gjëra, apo jo? Për Donald Trumpin kërkuar shumë gjëra, nuk e di sa kërkuar kush në opozitë që donin ta dënonin, kështu që presim një herë. E para. E dyta, që të deri një vendim sipas pretencës është një çmenduri, që do të thotë që po të shkojmë shumë larg, i bie që edhe pavarësia e Kosovës është ilegale. Nëse ecë metodologjik po, bie dakord me ty po. Gjykata e Hagës po bën politik. Së bie. Po kjo gjykat duke ka këtë tagër. Që ti thua që UÇK-ja bëri një luftë ilegale, do të thotë se produkti i UÇK-s, pavarësia është ilegale. Do të thotë që në këtë rast i bie që ti në Hag sot oftosh edhe gjithë ata që bombarduan Beogradin. Që nga Clintoni, që nga administrata franceze, angleze etj. Është një çmenduri komplet, është një çmenduri më vonë se ende nuk është bërë lajm botror, por ne po them se lajm botror bëhet ke vendim, është pretenca. Kush nuk ka një rresht për këtë gjë. Por kur bëhet vendim, një minutë. Ku do shkosh? I bie që edhe nesër të bësh edhe gjyqin kundra Ukrainës, sipas ka pranë rus. Ç'është bie? I bie domethënë që gjykata e Hagës sot ty po të nxjerr si konkluzion që vetëm gandizmi pashi para një pjesë që transmetonit juve direkt, ku jepte një pjesë ishin lidhet të UÇK-s që thonin që gandizmi nuk është rrugë, na çon në Qosokak. Nuk e di pata sken apo jo, ishte pata ushtarë i flisin, i defamurit. Domethënë që dhe këtë ai pretencës e nxirrte si argument që tregon që këta njerëz nuk duan gandizmin. Po kush e ti gjykata e Hagës? Shkuash, cila është rruga më e mirë për të arritur në një fitore. Dhe më i bie që edhe ti atë luftën kundra apartheidit që bën Mandela e shok në Afrikën e Jugut, ti sot përgjigjëstron praktikisht, kështu që unë sot Edi Ramos i them, nëse je burr, sy sot, se ti e ke bërë këtë Hagën, domethënë ke qenë parë që ke sulmuar. Nëse je burr ti sot, ose me pritet vendimin, atëre, siç bëjë lajme botrore me Bektashin, shteti Bektashia, apo me Diellën, bëjë lajme botror që Shqipëria tërhiqet, denoncon, tërhiqet nga gjykata e Hagës. Okej. Kështë e bëjnë posim pak vetim, e ndoqe çfarë idiotë ndërkombëtar që drejtohesh e prokurorit. Më fal? Pak më parë kishte bërë një postim Rama, ku kishte nxjerrë një pjesë nga prokurori që thoshte që as Klarku as Rubio nuk e dinin kush ishte në vërtet, pra Hashim Thaçi sa i maskoheshe. Kjo është fjalë e prokurorit dhe Rama që me citimin çfarë idioti ndërkombëtar. Po me Tiler Rama këto reagime si puna jonë që me gazetarë, opinion publike dhe analistë. Tiler, Rama sot është më shumë se neve, Rama sot ka në dorë ato butonat e shtetit. Dhe është një buton ku ushtri shqiptar është sot antare e gjykatës Hagës. Simbolikisht thot dalin e denancojnë të gjykatë. Sepse dhe për miqtë që kemi në Kosovë që inshallah na dëgjojnë. E kuptoni çfarë dhimbje është për shqiptarët e Kosovës, kur sot në Hag gjenden këta që bën një luftë për të çliruar, siç bën sot një luftë për të çliruar Ukraina, që në Hag dje ishte Miloševići, që vdiq, që normalisht ishte dënuar apo jo, normalisht Miloševići ishte dënuar, edhe sot në Hag nuk është Vučić,
që ishte ministri i propagandës së Miloševićit? Ka logjik kjo? Ti, si në Nuremberg, që kishte qenë gjallë Hitleri, çoi në Nuremberg Hitlerin, por nuk çoi Geringun? Gebelsin? Po është shumë largë, po do të them që kjo gjykatë Hage, nëse bën këtë pretendë vendim, hap një dosje me një interes ndërkombëtar për historianët, për juristët. Është një çmenduri komplet, kush ta ka dhënë Tagrën të gjykatë Hagës të gjykosh llojin e luftës që e det apo jo. Po gjyko nëse ka krim gjatë luftës, nuk është e pamundur që nesër edhe në Ukrainë të gjykohen njerëz që kanë shkuar dhe kanë vrarë pa proces persona që mund të kenë qenë pro-rusistë. Është krim lufte. Nëse në të katërt ka njerëz që kanë shkuar kanë vrarë Thaçi, ka dhënë urdhër të mbiten familje shqiptare, meqense kryefamiljari ka qenë tradhtar, ka bashkëpunuar me Serbinë, është krim lufte. Jam shumë dakord. Por nuk mund ti sot në Ukrainë të thuash që ti të drejtë mbroheshe dhe të qelloje mbi rusët. Ti mund të thuash ti sot UÇK-s që drejtë të mbroheshe, të mbrojë vendin tënd, popullin tënd, kur slovenët bërin luftë për pavarësi, kur kroatët bërin luftë për pavarësi, se kjo e drejtë ti më hoq shqiptarëve. Atëherë kjo gjykata e Hagës të bëj një revizionizëm të gjallë lufte për pavarësi. Të gjallë lufte për pavarësi të bëj revizion. Në i bie nëse që sigur amerikanët të shkonin me trupa në Groenland dhe groenlandezët të rezistonin, groenlandezët fajin. Nuk e di edhe një herë, prandaj nuk e besoj, por edhe them që nuk shoh as edhe diçka në shtypin kryesor europian botror, Le Monde s'ka asgjë, të gjë në Francë ose në Figaro. Them që edhe këta vetë këtu nuk din ta gjykata e Hagës ka marrë kot, domethënë është bërë si thua një kthim më vete, që nuk ka më punë, se s'ka më misione. Po. Që këtë mision po e zgjasin. Që të marrin rrogat, të thuash ti. Këtë gjë. Pra Kerama, nëse sot Vučić nuk është në Hagë, të dishani edhe një herë Vučić që siç janë këta i për nxjerrjen në Hagë, meqense pas kanë inkurajuar, provokuar idenë e luftës së armatosur që për Hagën që ka një tab. Atëherë ti në Hagë, do të një thash, do të qellësh edhe Vučićin, që është ministri i informacionit të Miloševićit, me qenë se Miloševićin ti e çove në Hagë. E çove në Hagë Miloševićin, ti gjykat Hagë. Pse e merr Vučićin? Atëherë ky Edi Rama, si guxoi ky Edi Rama? Nuk e parashikoi ty këtë që vetëm sot gjë, si guxoi ky dhe e bëri mik Vučićin. Si guxoi ky e bëri mik Vučićin? Se Haga thotë që kur ti veti Shqipëri e bëri mik. Se na kërkon neve të arrestojmë Vučićin. Ne arrestojmë Thaçin. Kuptoni një herë. Edhe një se do vinë këtë tematika Rama. Rama veti po ngjirat dhe batë se brapa habi. Wow. Ai bëre vet. Ndoj tem komplet tani. Ai bëre vet që e çove Berishën në burg, u kënaqe. Wow, tani sot Shqipëria thot vendi i turpi botës që arrestohet njerëzit, futen në burg. Vet e kishte atë ligjin te kodi procedurës penale që mund të arrestohet një miq, tani të ndryshojmë. Po. Ta janë piroman, pra zjarr fikës, janë zjarr fikës, zjarr vënës. Zjarr fikës piroman, tan puna si Edi Ramës. Ti me Hagën ai sot mos luaj edhe një herë sot Edi Rama të ofenduarin, patriotin. Të kërkoj dalje nga gjykata e Hagës, nëse vendimi konfirmohet, po ashtu të bëj mea culpa. Të kërkoj nga Haga se edhe Vučić mos të arrestohet për në Hagë, meqense edhe ai promovoi dhunën e Miloševićit. E diti si mi që asnjë media në Shqipëri nuk e jep, por kohët e fundit Vučić edhe gjithë establishmenti serb, serbomadh thoja,
e quajnë veten tashmë në luftë me Shqipërinë, me Shqipëria firmosi aleancën me Kroacinë edhe Kosovën, po. Edhe ai hap shtypin serb që vjedh brer mbi shqiptarët, mbi Shqipërinë, kemi në luftë me Shqipërinë. Ke dëgjuar ti Rama të flasë gjë? Sepse Rama s'mund të lëpi tani, ose të bësh ty atë që lëpinte. Ja thot ku ndodhet sot Kosova e vetmuar në Hag, e vetmuar. Është viktima në gjykat dhe barbari, Gjilati, Farkon Barku, dhe sot shtypi serbi jep, ja, kishim të drejt neve, o gjyshi ma, ne serbët, kishim të drejt neve, në ram në qaf, pa të drejt këta Kosovarë, këta UÇK, në ram policët, në ram ushtarët. Ore, kësim histori e thimi, më duket një çmenduri. Edhe pres ku janë dhe intelektualët shqiptarë, ku është ajo zonja Ypi, si qytet Lea Ypi, ku është ajo që është, unë sem profesore, është profesore. Shkencë politike. Ku janë këta zëra shqiptarë sot? Sot duhen të zëra shqiptarë. Ta intelektualët sot. E të marrën krahasime ekstreme siç mora unë. Që edhe lufta kundra apartheidit në Afrikë të Jugut, pas ka qenë dhe Mandela pas ka qenë ilegal. Gens, e kuptoj, shumë faleminderit për analizën për këtë temë, vlerësoj shumë. Ndalim pak tashmë te vendimi i gjykatës kushtetuese dhe hapi tjetër i Ramës. Ndalim aty. Analizoj të dyja, nisë nga duash. Po, te kushtetuesja s'duhet t'i jap shumë rëndësi sepse nuk ka rëndësi. Ka rëndësi edhe një herë më vonë për literaturë, por në këtë moment nuk ka rëndësi. Do të jap, sepse meqense ke një kërkesë më të madhe se kaq, ç'rëndësi ka kjo? Do të jap shqiptarëve një imazh. Ke një urgjencë, do ikësh, shkon tek garazhi i yt. Ç'do marrësh? Do marrësh bicikletën apo makinën? Ky është krahasimi që bëjmë midis pezullimit të kushtetuesës, që është bicikleta, edhe makinës që është kërkesa për heqje imunitetit dhe ndoshta për arrest në parlament. Pse diskutojmë për bicikletën, se kuptoj. Nuk e di nëse jam i qartë apo jo. Ç'rëndësi ka kushtetuesja? Dhe një ç'rëndësi ka bicikleta? Ai kërkon ty të arrestoj. Nëse arrestohesh si balluk, edhe pëzullimi është vendetiu. Pse gjithë kjo kohë harxhem është interesante për edhe një juristët, për konstitucionalistët. Okej, kemi kohë, por nuk është urgjenca, sepse nuk ndryshon asgjë kjo. Pëzullim ose jo pëzullim nuk ndryshon asgjë, meqense ty të duhet makina, se duhet bicikleta, ty të duhet heqja e imunitetit si deputete në mënyrë që mund të arrestohet, që arrestuar Berisha, që arrestuar Maltezi, që arrestuar Meta etj kompanyi. O po vedi. Kështu që edhe një mund të flasim për çfarë fitojmë. Dhe marrim kohë shqiptarëve, je shumë nëpër tryeza mediatike, ja kohë shqiptarëve, jo për 4 me 4. Okej, di gjithçka dhe kjo është dhe për mendimin tim kjo është një nga pasojat e reformës së drejtësisë. Po ti patë Shqipërinë, vend unik në botë 2-3 vjet pa fare gjykat. Kushtetuese, jo 4 me 4, por 0-0. A kupton? Kur bëhet tingu, do në gjithë atë korruptuara që sot ato heqen, ti patë vendet pa gjykat kushtetuese. Kanë qenë ato dirigjeresha. Ishte 0-0. Tani janë 8-9. Plotësohet. Nuk është një urgjencë, nuk është në një moment, nuk po shoh në një tragjedi kombëtare, sepse edhe një herë nuk varet aty do se balluku. Nuk varet tek kushtetuesja, është Rama që e bëri këtë gjë dhe një herë, nëse i budollaj që tregon me gisht atë hënë dhe gjishojnë andaj. Rama dhe një që krijoi një kundra ekran për të hequr vëmendjen. Pa nuk luhet në kushtetuese, do se balluku luhet në parlament. Dhe aty Rama nuk ka asnjë argument në parlament. Nuk ka asnjë argument. Që në momentin që dha konferencë shtypi dhe kolegu ynë harrova emrin, i 24-s, që i tha, kuptohet në konferencë shtypi? Që i tha, pse tha kur ishte çështja për Berishën, u kërkua heqja e imunitetit, doli ta në balla, dhe tha që neve nuk e diskutojmë fare. Kur na vjen nga spaku, nuk kemi gjykat neve, nuk kemi këtë tagër. Pse këtë njëjtin variant i tha kolegu ynë në konferencë shtypi Ramës, nuk e ndjek ballukun. Çfarë thaj? Unë nxeh, unë flutem të i flisë edhe me ty dhe unë nxeh. Apo kështu është. Çfarë ka vendosur mua?
ty luhet për përjetësimi dhe një herë të lutem mos e marrim kokën shqiptarëve. Me një temë që nuk u intereson shumë sepse është shumë e komplikuar. Gjithsesi është shumë e komplikuar. Ti shpjegosh atë. Jo, patjetër. Ka thënë i pari që ka një divergjencë. Ai nen 200 si pëlqen, le ta ndryshojmë. Tashmë që janë po ndryshojnë për ty, çfarë thot? Tashmë që do ndryshojnë? Për Ballukës në asgjë. Jo. Sepse nuk luhet aty. Jo, patjetër, nuk ka efekte për Europën, se po flas është mirë që do ndryshohet apo jo për ty Gens. E kam pyetur vërtet. A është okay që një prokuror kushdo qoftë të kërkoj pezullimin e një ministri? Nëse ka prova që ai mund të prishë provat? Ty si Gens Burim. Për mua është komplet, e di pse është komplet e drejtë. Është e drejtë, pra për ty është e drejtë ta pezulloj. Jo, do të argumentoj pse. Patjetër. Sepse e ka krijuar këtë të drejtë. Pse? Sepse i njëjti ligj. Për të thënë shqiptarëve më shumë thjesht. Rama thotë që ke një nen në kushtetues, neni 103, që e barazon ministri me deputetin. Kjo është mbretëria që Rama, rregull shumë. Okej, po nëse ti barazon ministrin me deputetin, ke deputeti ke në kushtetues një nen pika 3 neni 78 duket papa. E më mirë. Kjo thotë që edhe një deputet mund të arrestohet pa kërkuar fare mendje përqim parlamentit nëse kapet flagancë. Këto them të që kjo që bën Rama është çmenduri. Nesër, imagjino që nesër ka një ministër që ka bërë gjëra si Epsteini. A mendon ti, Timi Samargjiu, që një ministër me pedofili të kërkosh të arnit kërkesën e parlamentit, a duhet të përzulluar? Apo, s'ka logjik. Edhe ligji ta lejo të gjë. Kështu që nuk ka kuptim kjo gjë. Nëse ke të drejtë arrestosh në flagrancë me shembullin ekstrem që thash unë tani, kush dallimi që të arrestosh edhe në flagrancë? Kush dallimi? Nëse ke hyrë në këtë kategori që është e mundshme, jo Shqipëri, por në gjithë botën. Po për nesër imagjinon që nesër një kryeministër imagjinon kryeministri spanjoll një moment e ngacmojnë kaq shumë konferencë shtypi që t'i dorëheqën për shkak të gruas, kujto? Po. Që një moment ai pas ka një pistolet poshtë, imagjino, edhe një rast ekstrem, mos kuptoj njerëz të po. Ka një pistolet poshtë tavolinës konferencës shtypi, e nxjerr dhe bret gënjeztar. Pa dyshim, ajo është flagrancë. Jo, ajo është në flagrancë ajo. Këtu jemi në flagrancë. Do të nuk gjithsesi nuk ka tabu. Po. Gjithsesi nuk ka tabu që një ministër mund të arrestohet, kush do në botë i zgjedhur, mund të arrestohet kur kryen një krim, se ajo krim është. Pak rëndësi ka se ky krim është bërë në çast dhe më vonë, ose të dua të them. Kështu që nuk ka frejë drejtësia, nuk ekziston ky lloj frejë për drejtësinë. Nuk ekziston thimi. Sepse një ministër është në radhë të parë në qenie njerëzore dhe duhet gjykohet si gjithë të tjerët. Kush dallimi? Së fundi, Rama pse insiston në këtë pikë? Këtu Rama po humbet shumë pikë, këtu Rama po jep mazhorancës ti një kosto shumë të madhe. Rama po jep jo vetëm koston e asaj që mundi kjo mazhorancë që ishte paternaliste, krijoi seksa drejtësie, sot dhe një herë kur e që ka prekur vetë është hipokrite, vetëm kjo që doli ashiqaren, bëj një sondazh në Shqipëri që gjithani thonë që Rama mbron vetë është i pasinqert. Po është një tjetër kosto e madhe. Që arri sot Rama të jap një narrativ opozitës Sali Berisha sot që ne, opozita jeni parti pro-BE, ju jeni parti anti-BE. E vurën apo jo? Ndalet e punë Berishës. Që arri sot kjo narrativ që PS-ja sot të dali me të etiketim si parti anti-BE, si parti që po rrezikon integrimin e Shqipërisë, pra pak a shumë si një parti i mazhorancë, pak a shumë si e Orbanit. Po kush e mendonte të para disa muajsh? Këtë kosto po jep Rama kësaj mazhorancë. Një mazhorancë anti-europian versus një opozit pro-europiane. Dikur deri dje po shitesh Berisha si anti-ndërkombëtar. Wow. Se kuptoj me Rama, këto lloj koste që i po jep kaq të madhe, politika e vetes ti iku unami, iku reputacioni. Nuk mund të ribëhet më reputacion. Me këtë zell që po tregon ai për të motu Ballukun, nuk bëhet më reputacioni i Rama si mboti drejtisë, nuk bëhet më. Ai sot po mbron pa drejtësinë. Lëre më, a ka drejtësinë, lëre më të shkëndijë fare. Jo po ka shkelur të ligjën, po lëre më, edhe shkëndijë drejtësi. Lëre. Si puna e një arbitri.
Edhe të filloj edhe kundra teje edhe për teje. Dhe prandaj them që ç'a halli ka ky djalë. Ka shumë ka pasur një shantazh mbi kokë nga Valluku që përshkon deri në këtë gram të pikë të fundit të rrezikimit të reputacionit të partisë ti, të vetes ti, të majorancës. Okej. S'ka brigje. Okej, Gens, në këto minutat fundit, pa një analizë për atë çfarë pret sot në orën 17. Ç'a kuptimi, ç'a do ndos, Jo. apo çfarë do ndodh? Jo, çfarë do duhet të ndodh, pra, çfarë pret nga opozita? Pret qëndrueshmëri në protestë, për ty çfarë duhet bëj opozita në këtë protestë të tretë kombëtare? Jam këshiltar. Jo. Nuk kam Më di që nuk e, po ti je gazetar. Mirë. Para ne saksoj pyetje. Çfarë do përbënte lajm? Çfarë do përbënte lajm në protestën e opozitës sot? Po ndryshoj pyetjen. Jemi në rregull? Ti qatësojmë gjërat. Ne jemi gazetar, edhe vetëm mund të analizojmë. Ne analizojmë këtë gjë. Sot kjo opozitë, sot që zgjedhjet e majit nuk i njoh. Po. Ky është fillimi, në rregull? Fundi është, kjo opozitë thotë meqenëse nuk i njoh zgjedhjet e majit, fundin, qëllim final, ishulli final i imi, është qeveria teknike për zgjedhjet parakoshme. Po. Pra, kauza, shkaku dhe efekti. Po. Midis këtyre dyjave, kauzës dhe efektit, ke ngjarje, ke protestat, ke Ballukun, gjithçka që mund të vinë, por ama mos haro edhe një herë kauza, pra mohimi i zgjedhjeve, edhe efekti që duam në zgjedhjet parakoshme. Shumë bukur. Që të vish në zgjedhjet parakoshme në Shqipëri, të smutarisht do të ku, përveç se me një negociat tripalçe. Bashkë me ndërkombëtarët. Apo jo? Rama thotë, unë kam punë, kam fituar. Se do të unë të bëj zgjedhje? Këtë gjë mund ta imponojnë vetëm ndërkombëtarët, shembull, rasti i Maqedonisë Veriut. Ishin ndërkombëtarët që hynë në lojë dhe unë punua që në Maqedoninë Veriut, tra që të ketë zgjedhje, 3 muaj para zgjedhjeve krijohet qeveri teknike. Po apo jo, se më thonë që pse në shqiptarët vetëm ne ndërkombëtarët? Jo, si vetëm neve. Shumë bukur. Të dytë. Po ashtu ishin çadrat. Që i përmendën dhe Bashë herën e kaluar, po. Zgjedhjeve të 2009-s dhe çadrat e Bashës pas 2017, të dy ato çadra që edhe një herë futën lojë ndërkombëtarët. Po pastaj si që produkti final. Po ishte pikërisht protesta, çadra, që çoi Ramën me Berishën te krokodili në Strasburg. Pa të bllokim i bulevardit shkote ku, se do harxhet e kohë Strasburgu me Ramën dhe Berishën. Ishin poshtë çadrat që sollën numrin 2 të departamentit shtetit në Shqipëri, në maj më duket ku që, 2017, pas çadrave të Bashës. Po apo jo? Po. Atëherë ti sot shef para mia që ndërkombëtarët sot nuk e kanë fare këtë tendencë për ndërmjetësim. Ti e pe fare mirë për ekrane, dje qaf për qaf, Kosta bashkë me Ram. Tavolina kaçe, kanë buk bashkë, e pe apo jo? Po. Imazhet. Pe ti në një Berish, në një bar do të të penjës, pe. S'mundohet fare. Po sot ndaket, po çe puna më keq. Shef ti pastaj mbrapa se si. Të dy panë të tjerë, ke Kosta, jo të një panë. Nuk di për gjithë apo jo çfarë preti. Po përsa zje, po më them edhe një herë nëse kjo mund prodhoj kjo gjë. Mund prodhoj edhe një herë futjen më aktive në lojë të ndërkombëtarëve, që tashmë kanë hyrë lojë edhe me Kostën, edhe me deklarantën e Komisionit Evropian, që Spaku do të lënë i lirë të shkojë deri në fund procedurës me Ballukun. Ka futur thjesht një gisht këmbë në lojë. Por nëse edhe një radikalizohet, plus që unë kam frikë se mund këtë radikalizim për te i PD-s, që i shpëton PD-s, sepse herën e kaluar, edhe unë isha ke kanali juaj, ke Euronews-i, ishte ajo Euronews, vërtet nuk e di imazhet e kolegës tuaj që bëte qaje, vërtet ajo qatë dhe ne ishin gati qani me të, sepse ishte një qenie e pafajshme. Patjetër. Nuk e di emri si ka, por që vërtet ishte kaq paqësore, kaq çka bërë ta bëra punën, tha pse hëngra të gaz në fytyrë. Kështu si puna saj, ke shumë njerëz sot që kërkojnë të bëjnë ndeshjen e kthimit. Që duan hakmarrje, që duan ti na provokove dhe unë kam provokimin. Si do të keni perëndim? Jele gverët në Francë filluan buç, hëngrën Shkopi dhe pastaj shkuan deri dhe që bën flakën Haku Trifut, po i vun ato pagët. E kuptoj. Po ky është rreziku sot.
Edhe ky radikalizim vetëm i shërben PD-s dhe qëllimit të saj për zgjedhje parakoshme. Plus pastaj mbrapa nëse ka një të vrarë. Ose më shumë si në 21 janar. Urojmë jo. Urojmë askush nuk e uron se padyshim. Asnjë se kush e uron, po dua të them që këtë kanë në syre, këtë kanë vërë në mendje, që nëse vazhdon ky radikalizim, ky do Rama shqetësohet tani, hajde një do parë të bashkë, pikërisht. Unë nuk kam ndërmend vëlla, sepse sot Macroni mbajti një fjalim të rëndësishëm, asnjë media shqiptare s'po jep. Përpara sot ka dhënë Macroni një intervistë madhore. 10 gazetave kryesore në Evropë. 10. Dhe thot jemi në luftë ekonomike me SBA-t. Okej. I bëhet thirrje Evropës të bëjmë një borxh së përbashkët europian 1 miliard e 200 milionë euro në vit, borxh që të forcojmë përballë SBA-ve, forcojmë euro, industrinë, dhe ato vonë që nuk janë dakord të krijojmë koalicione vullnetarësh për një Europë që do të shkojë përpara. Okej. Që edhe një Shqipëria mos kujtoj se tonë për. Paskohet sot një Europë më të përqendruar, më vullnetare, dhe këto imazhe nuk ka qef të shohin ata. A them sinqerisht. Nëse ka radikalizim, të dyja palët, shikoni, edhe një tjetër, sa do bëni zgjedhje prap, do jemi që do i mbyqur zgjedhjet, edhe mund të ngojë. Dhe këtë do PD-ja. Dhe prandaj po them që Rama sot është i humbur me këtë rrugë që po ndjek, duke i dhënë tyre manifestuesve një pretekst të jashtëzakonshëm me dosin ballu. Gens Burime, shumë faleminderit për kohën tënde. Demokraci bisedon me ty. Turoj një pasdite sa më qetë. Faleminderit shumë. Okej, shkojmë në një hapësirë publicitare, rikthehemi sërish.